Lape deshin Albinin E Zvicër. shka me ndën tja, është mirë me dashta jo? Jo, në politikë nuk du me folë, qështë jenë ma mirë inshallah banë. Po. Se kam shumë shokë që janë me Albinin, ata tani përmojnë kryet me një anë, unë i kom kalzu atëhere metodën e njerit, që shë njeri, burri që shë, edhe aj që e ma shtetin. Shtetit të vyjë njeri që u thej që të më konë azgan, treme dhe punë mi kry, tap mi kryen. Ollajt frë. Edhe me liftu për shtet. Edhe që të është shamëll këto pikqyrin këtë atë jashtit këtë vim. Dorën gjep me shni mindili me zirë këqyra për e pare. Veç këqyrin me të morë. Ata s'kana që ushqimet ma shumë ma mirë janë në Kosovë se në Zvicër. E vërtet. Ushqimet i ki ma special në Kosovë se në Zvicër. Erda në Ferizaj të ardhi mora do që bo për qef, kur këqyra 2 vena ka dhe sopa 10 tere u bënë. Po ku kiti 10 tere një kafe së në pi për jashta, do vena. Amo dëshmime shka pohonë tëra për shpe, shtrejtish, nuk bënë ato. Nuk banë. Po tani E kush po menën që i ka fajt për që të shmimin? Normalisht që qeveria po pësaj, ha? Qeveria i ka normal që i ka qeveria fajt. Ata që i kanë dorë. A pi bën apel para kamerës Albini mi thonë, zbreti shmimet lose? Jo, Albini të di që i bëj apel, me pas mësi. Në të bonë bashkë edhe mos këshyrë ketëvi mi morë ministrit, mi morë ketë kryet rallakit, për në tjelëshën edhe të në qerëve pak. Ibrahim Rogova... Ka fitu zgjedhjeve me shatë? Po i ka fitu Ibrahim Rogova që shëboni Ramoshin krye minister. Bone ti t'japet e lurë rolin. E vërtet. E shka më dhu ti me bo Ramushin president për shambëlla? Pse mos me bo Ramushin president? Jo, në pajtu në plëtsesht? Pse mos me bo Ramushin president, që Ramushi kër i ka dalë shkavit, aty kër javnoj ato, tak i e boni. Shkit i tutën a zgonit. E vërtet. Nuk i tutën ati të butit. Edhe ka ndalu në domin e pest, edhe... Keti ka ndalu, ushtrije në ketë ato. Thoshin, dul luft tash ketë ati, njoni dalë, ta ketë rëthar, ka hongër pare, kanë shushki, Allah i në rujt. Qëre bosi tash, mo me pasë si të ditë, që ti më paskona për pluma, në për luft kishe kaldu në rësh. Albini e konë burg, unë e prenoj, mu më do këti shkollumi me që më botë. Vesh ka një që do të mi lonë shimë edhe qërar partive. Mos me marrë veç për vetë, ja? Ko t'ju lonë qërar partive, hes puna ma mirë, rregullohen ma mirë, kretë rregullohen. Që aty do të me bëna. Qka më ndëni për këta që e thëjmë për shambull mire kiti, 1-2 kanë morë, kanë vijë dhe kanë asë. Ku e di në burë këta që kanë morë? Sa barka be i ka Ramushi, sa barka i ka Hashim Thaçi, ka i qunë ato pare, i hangër tokën, i hangër kodrat. Vish të folë që gjithë njeri. 100 frangi dhonke për Kosovë dhe kemi me qusë sa... E kini një njërin i me se ma kujtuve, kini njërin interesante për Ramushi sholë, ke dash më rrej me dikant që ta ka sha Ramushin. Ma ka sha, vëlla, në Zhenevi jë mdesh më rrej, po i shkoni në Zdeqanit, e mirë aj pianist, kish pas pipiva, ma bajagi ka pas do të vetë që jasishin, nuk desha me bo belja. Jo dhe njët ka ndodhën për Zharan me njonën, po ta ka kesh, jem konë në aty. Po Zharan, po i tha, asi, thash qyre, thash ketë brinti, thej. E po shone, ma të edhe u që tani e lëshëj u dhe më në Zhenevi më konë zarë. Tha ka hongër pare, i ka hongër 200 hektar tokë, thash a e konti aty, a? Kuj, qaja, sa barka i ka Ramushi, këta janë shumë interesant. Done jashtë Ramushi është, që deli thot para televizionet të keqen edhe të mirë njerëzve. Në që është e vërtet? Qertë nuk kanë bëth, kënej folin, kënej bojnë qivija dhe lavere. One kam një tabjat, ku ta di që e ka të keqen i thomë nërësy. Në më honjë se Ramushi? Jo kom thonë, ju du krejtve, po që kjo nuk o e mirë. Pik? Po, je shqiptar duen, ama qa mi bon tash ti, si thëj ka i këtë përzijet për zërejnë e konga. Ja lishi. Po, nuk ka që u përzi për zërejnë, për në përzi pun, ti për di kun. Po... Më së mëshet tash para kamera me folë. Po përzi lishi, ma shkurt. Që lishi, që thash në 106 gratë, hesin... Pa ka këtë, ha? Po, e ki live, të më thonë. Live, si të odët. Normal. Edhe kjo, politika jo në Kosovë. Me sopë dhe politikanë, sholë. Politikanë, vëlla, edhe këta viran. Të në unë, të javë rrëdhë. Që pisha, kur pisha, këta ketë, kur dalshin me një katesha, ketë njejta të verdha. Kur dalshin, i shtrëngoshin fytin me kravata. Aha. Hangshin, kur ashin hyper në raport të orë me njonin, a i minister, para me e një karrik, kur të ardhë, shkej bleti parfina aty 700 euro. Shpikaj të porë, këtë qeverijës.
i rrujt i mush i gjep atë në vish për këshyri. Edhe s'kisha me bo. Thojnë nër dardha, ha dardha, më këtë dardha janë tegra. Tegra. Pe presme edhe Lukën e Mzime për shëndet me falenderu. Jo, Lukën e Mzime ku me ditë ka hup, ta shta më në gjoj. A më në gjoj? Pale me natele gjoj. Po, a? Se kështu navigacion e kështu si ke vlu? Ja, këto e thiri me natel, pinaltit. Edhe vjen? Une i kam punë mirë, vish inshallah Zoti me fshnet. Amen, inshallah ki shëndet, inshallah. Falimderit që na pranuve, gjykoj. Kosovën kërë shë mirë, une krejt i du. Këtë parti politike i du, po kërë pat morë një që ke jemi a lejen, kërë kështë kamën që kash. Hajde o këtha po të qëti kënë, jo, vëllaj nuk besoj. Mirë o shteti me ta odhesh, femna, seja mas, Kosovë, lishtë. Livarhall, po. Livarhall të hezë po mëna. Livarhall, do të më konë. Qa me bo? Shalë që dura, pe presme edhe... Mira të shumë faleminderit. Faleminderit shumë respekt, ha? Po, vjen tashtë. Po, vjen tashtë dhe presme me falenderu ato. Po. Shikus të ndëruar, faleminderit shumë që në ndjeket. Kjo është një intervist interesante bashkë me Bablukën edhe me grunë e tij, po besoj që keni pas shef edhe dëshirë me po. Edhe unë përshëndes atëri dhe një përshëndetje du me të dhonën, inshallah të hes puna dhe të hes shneta sefte. Faleminderit shumë. Ruje shëndetin, mos bërë se shëndeti në pyetje parët, pasëmia nuk kom pyetje. Bon. Unë parën nuk jem një kur, kom pas parën me kese kom bajt. Kom nga ditë e natë mas parën, ama kur smuva. Rarë spitale e pashë që kur gjë s'ka. Kur hina në operacion, tha heke o nazën. E pashë në këtë një, s'pas ka kur dole ati, super. Qa me bo jeta, faleminderit, përshëndesa. Faleminderit shumë, kjo është intervista edhe rrafimi ekskluziv për emisionin të në Këshia Show i Bablukit bashkë me grunë e tij. Sigurisht gjithë ju keni pas shef me po, bashkë me grunë të kalu jetën të sheqenit të Bablukët, edhe sot kem bashkë me neve ekskluzivisht në edha në intervjist. Vallahi, unë e kom që jetën sa drejt, po mdokën, tash me thona po hes, me lonë këtë dinjon mdokën së kur 3 ditë. Shumë mu ka dokë shkurt, shpejt kanë shku këta vjetë, qa me bon? Po jam me dur kamerët që ne, edhe tash me presme edhe Lukën ja bën me dur. Zuar se duhe dhe me kallë edhe një sigare, kada ka dalë, përshëndes edhe këtë kamermonin shumë o djali mirë, e du fort, edhe ty sa drejt me këtë shumë. E do fort se të ka qitë pis ngotit, gjithë. Po dajmë kër e kom këshyrë në studi, kom thonë, shumë kamerën mu ma lësheke ma mirë. Ma mirë. E posha pi shahira, okej. A pja bën ka me musteqe, a që ki zanot? Jo, se fry ma mi ka. Ja, del interesant.